Në Europë nuk, si ma shtronë në këtë mënyrë. Pra, Ballkani hapur. Çfarë ishte Ballkani hapur? Ishte një akt armiqësor ndaj jush. Sepse hapi dyrë në të katër anë përvërshimin e prodhimeve bujqësore të Shumadisë të Serbisë, vendi i cili subvencionin ndaj fermerëve jo tani, po dhe 40 vite më parë e ka patur 8 herë më të madh se që keni ju sot. 8 herë më të madh. Po, ata kanë nga sistemet e vaditjes më moderne në Europë. E ka dhe Kosova sistem të trashëguar. E tjerë dhe tani, hapin, thot, doganat vi kamioni se vonot kamioni. E qa ndodhi? Therje masive lopëve. E timtave. Qumë shtiplur vërshoj, dhe ju mbeten prodhimet, ju smeten gjatë tjetër, vetëm të vuani. Ndaj dhe ne e konsiderojmë jetike mbështetjen tuaj. Çfarë investimesh janë bërë në Shqipërinë rurale? Po thuaj se zero. Në zonat bujqësore, në zonë në fshatra, i nërpreu. Në një kohë kur ato ishin zonat me nevojë absolute më të madhe. Pra, fermeri shqiptar sot është fermer i braktisur, është fermer i dekurajuar, është fermer i dënuar nga prodhimet që vinë pas hapjes kufive Ballkan e hapur. Sot jam këtu për të zotuar se një nga aktet e para, anullimi përfundimtar i çdo aktit Ballkanit hapur. Po, dhe me gjithë se Bashkimi Evropian ju dha ultimatum, e kishin mbledhur në qoftë se u kujtohet, kish lanë një ritrit, thoshte, në Durrës me këta, me Vučićin dhe atë kryeministrin. Ne organizuam një protestë në bulevard atë kohë, por i erdhi ultimatumi nga Bashkimi